kuptoj. Mirë, okej, do shkojmë tek ferma, ata janë gati për diskutuar në lidhje me këtë temë që po e përmendim. Shkojmë tek arena e brendshme, atje jemi me Sasho. Fermer. Po Luan. E dëgjoni ju zërin tim që vjen përpara se unë t'ju them fermer apo nuk e dëgjoni? Dëgjojmë, si se dëgjojmë. Edhe, se reagoni fare? Na tham çfarë themi? Më ka shtypin që ti nuk e dëgjon zërin ton, mbasi themi po Luana, mbasi na thua fermer. Si ju dëgjoj unë ju. Tani po flisnim për Estrin edhe për javën e saj si kur e fermere, dua shkurtimisht të flasim në lidhje me këtë temë bashk. Ester, si ka qenë java jote si kur e fermere, sepse sonte normalisht mbaron. E di. Tani, java ime si kryefermere ka qenë aq sa e bukur, aq edhe e lodhshme, do thuash ti pse. Ja ta them unë pse, por mirë, unë e mendoj, tha pse, do thoshte Luani, ja ta them unë pse. Sepse jemi paksuar, jemi më pak fermer dhe i bie që të bëjnë nga 2-3 punë. Edhe jam ndjerë shumë keq, shumë shpesh dhe nuk kam dashur ti mbi ngarkoj dhe kam bërë edhe punë vetë, domethënë edhe pse ndoshta nuk duhej si kryefermere, po gjithsesi unë nuk e kam fare problem. Gjithsesi në përgjithësi kanë qenë shumë të mirë, ka pasur ca raste që kemi pasur ca kështu përleshje. Dy emra dua unë, dy emrat atyre që janë më punëtor dhe dy të fermerëve që janë më neglizhent, më dembel. Po. Tani, zotë ma. Po ti qëketi që i dhe shtë? Po me ftofti që do thosh jemi ati. Me nofti. Me nofti. Na thuaj 2 më punëtorë dhe 2 më dembel. Atëherë. Dy më punëtorët, këta kanë qenë gjithë shumë punëtorë, sinqerisht edhe po ndihem shumë cikleta një Luana. Më punëtorë se tjerët. Më punëtorë se tjerët, që nuk ma ka bërë fjallën dysh, ka qenë Nena e para. Bravo Nena. Merci për vlerësimin. Ester, shpejt, Ester. Ka një gjë, kam yllin këtu të veshi që thotë, s'ka problem, mos më zgjidh mu, nuk ka problem. Po, ka punohet shumë, për që aty? Atëherë, ylli është një nga emra që ka punuar më pak. Okej, dhe? Dhe një emër tjetër që ka punuar më pak është Andueli. Se pitu Anduel thuj për mu? Dhe një emër tjetër që ka punuar shumë është Andrea. Po pëse më thua mua më qatë? E di pse Luana, e di pse them këtë gjën? Ta gjithë kanë punuar shumë, jo s'po gënje. Ta gjithë kanë punuar shumë, po Andrea është ai fermer këtu brenda, që punët edhe po nuk ja cakton, qohet vetë edhe ku diun rregullon derën e tualetit. Andrea? Po. Një duar të gjite për Andrean. Faleminderit shumë. Andrea, që u mërzit që do rri pushim këtë javë? Prandaj thash ka në dënim që se punoj në mendja ime. Pa tjetër, si s'ka dënim? Po mirë, s'po punoj. Do t'lemi dhe javë tjetër pushim. Luana, Po. u mundu pak Big Basta, t'u la gjama, t'u përfshia. Jo, a mund të them dhe t'i qka Luana të tutëm? Po, Ester. Sinqerisht, duke filluar që nga Elinara, Big Basta, Erand, Frederik, Big Mama, Ylli, Andrea dhe Anduel, të gjithë kanë qenë shembullor. Dhe kanë punuar shumë edhe nuk kanë kundërshtuar, domethënë një punë që unë ja kam caktuar. Pavarësisht se kam caktuar nga 2-3 punë, se çfarë bëjmë tani jemi paksuar. Okej. Frederik, çfarë po bën ti? Përçesh testi që kam më vonë. Do këndosh më vonë, ë? Kur dush dhe? Më vonë. Në fund të e mbyllim bashkë, sonte. Sepse tani kam një përshtypje të vogël që ju pijet raki? Anduel? Na pijet, pa tjetër që na pijet. Raki thonet, sa është edhe i laqë, se nga që na ka i gëzani. Qa është kjo raki është, hajde vla, hajde. Qëfar po ndodh aty? Kush ju tha cilni raki vërtet? Në fakt, ne do të cilim... Orës Bylykun! Ko do presim? Këto presim sonte. Orës Bylykun me kongën e Rakia nuk pijet pa shoqni dhe sonte vjen në ferm Orës Bylyku! Si se pa qëllë. E pa do Orës.
A e mora dhe unë? Olsi, mirë mbrëma! Mirë bravo, thot ma, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Si e, a e mirë? Si kalove, a e mirë? Që ti takoj kret me rranë. Takoj. Si e, a e mirë? Si e, a e Meravigliosa, mirë? Si e, Braki, pra, qa më bënë? duko. A e mirë? Si e, si kalove? Si e, a e mirë? Olsi! Luana, është hera parë që nga zemër Luana që jam kaq larg me ty. Po, shëra e parë që jemi larg në distancë, po kimia funksionon edhe kështu, jam e bindur, Olsi. Na zemrat afër me zemrat. Ska, nuk funksionon larg syrit, larg zemrës të ne. Femërët më lejo t'i bëj kompliment tjerë që janë shumë të bukur edhe shumë më hije në live se sa në ekran, me thënë të vërtetën. Edhe ferma Mos që ka me po të lezeton të rishma. Do bësh fermer, mos po të lezeton. Unë rri se kam problem vetëm qofse do jemi si një konkurent të dy bashk. Me kë? Edhe jam i fitum gjithsesi. Tani, Luana, unë e di qëllimi që kam marrë këtu, për këngën që kam bërë me duelin me Rakinë dhe ju uroj gëzuar dhe të kaloni eksperiencë sa më të bukur. Dhe në fakt du me tregu histori përpara se ta vendosim këngën dhe me fermerët e tjerë, që përpara se po bënim orkestrimin me këngën bashkë me producentin me Aleksin. Aleksin, yes. Edhe po mendoni për një këngëtar dhe na shkoj meja direkta në dueli se si që di gjithë Shqipëria në dueli, unë mendoj personalisht është një nga zërat më të bukur që ka Shqipëria. Edhe Olsi, çfarë më ke thënë ti, janë dueli ka shumë humor më ke thënë. Tani, prit, se e kam lënë për fund atë. Jo, deja me i thënë duelit, po nxirre atë humor të shkretin. Po e shiko, Andueli, shiko tani që ta kuptosh Anduelin humor. Andueli përveç se është këngëtar shumë i mirë, është dhe një nga reperat më të shpejt që ka njohë Shqipëria. Pse do të kushti? Unë po pija kafe, kam gjokës e mbab, e kam dole sa me po, dy dure kam zarë me dur mija. Ja, i makinë po vite ka Lesha, makina tete po vite ka Shumini, po vite për Tanja. Tane, një dy. Dhe Andueli përveç se është artist, po e forta, di që anovi me kongën, se e morëm 3 ditë para, dhe e regjistruam kongën, doli perfekt konga, dhe i thash Andueli që besoj ka me qenë një super material, edhe i thash, nga java, besoj me shpres zoti do t'a gjerem klipin. Tha mu, perfekt fare, se mas 2 ditë që do futem ke ferma VIP. Është po si më fut ke ferma VIP? E kemi gjeru 1 ditë mrapa këngën, dhe pastaj ka dalë kënga para 2 ditësh. Dhe ja ku është kënga tani publike dhe ne jemi shumë të lumtur t'ju dëgjojmë sonte. Po namin jashtë informacionet nuk lejohen. Do këndojmë? Të këndojmë mo! Hajde, këndojmë! Anduel Kovaci dhe Olsi Bylyku në Raki! Sukseset gjithve, sukseset gjithve, sukseset gjithve. Sukseset gjithve, sukseset gjithve.